Sociali Opoja Ne, jemi të parët. Përkujtohet betejë e Kosharës nga luftëtari opojar. Sot përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Kasa Mohameti, njëri nga pjesëmarrësit, ka përkujtuar betejën e Kosharës. Gjithashtu gjatë këtyre ditëve, Opoja.net ka transmetuar një dokumentar me dëshmorët e Opojës. Këto dokumentare po transmetohen nga ora 21 direkt në Facebook. Ky është shkrimi origjinal i Kasa Mohametit. Përkujtojmë betejën e Kosharës. Sa herë që vjen prilli, ne përkujtojmë betejën e lavdishme të Kosharës që zhvilluan mbi tanë të shtrenjtë më 1999 për të luftuar kundër forcave serbe barbare, të cilët dhunshëm patën vënë edhe vijë ndarëse mes shqiptarëve. Edhe pse të pabarabartë në numër dhe arsenal luftarak me ndihmën e Zotit të Madhëruar në përbore shi, me vullnet të jashtëzakonshëm, njësitet e UÇK-s të kësaj zone korën fitore, duke u sakrifikuar për liri. Dëshmor të plagosur dhe ata që u lodhën së tepërmi, por rezistuan dhe mbetën gjallë. Nga atëherë kufiri artificial u rënua. Një herë përgjithmonë, por ndjem dhembje që ideatorët kryesor të kësaj betejë, Agim Ramadani, Sali Qeko, Abbas Thaçi e të tjerë, së bashku me dëshmorët e tjerë nuk janë në mesin tonë. Në këtë betejë që plagosur edhe shoku, njëherit kushëriri im i nderuar Nesim Nesimi nga Bresana, luftëtari i njësitit BDV Delta Force. Nesimi u plagos rënd nga një snajperist i forcave serbe në krahun e djathtë, më 28 prill 1999 te vendi i quajtur Rasa e Zogut. Gjatë muajve maj qershor 1999 u mjekua dhe u shërua në spitalin ushtarak të Tiranës. Respekt. Zoti Gjeleshenu i shpërbleft me xhenetin Firdaus. Betejë e Kosharës u zhvillua më 9 prill të vitit 1999 në kuadër të operacionit Shigjeta. Është njëra ndër më të përgjakshme dhe më heroike të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Thyrja e kufirit në mes të Kosovës dhe Shqipërisë më 9 prill të vitit 99 shënoi jo vetëm një fitore morale për UÇK-n, por ajo i hapi rrugë furnizimit me armatim dhe mbështetje logjistike për shumë zona të luftës në brendësi të Kosovës. Triumfi i luftëtarëve nga mbartrojet e Kosovës të bashkuar në brigadën 138, në krye të së cilës ishte komandanti Agim Ramadani, bëri që të shembët muri gati 100 vjeçar, i vënë në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Betejë e Kosharës ishte njëra ndër hallkat më të fuqishme në zinxhirin e pakputshëm të historisë kombëtare dhe si të tillë do të përkujtohet gjithmonë ndër shqiptar. Më 9 prill 120 pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës thyen kufirin dhe sulmuan batalionin e 53 kufitar të brigadës 125 jugoslave, e cila përkrahej nga policia serbe, paramilitar serb, mercenar rus. Luftimet e ashpra zgjatën tërë ditën, nga UÇK ranë dëshmor 4 dhe u plagosën 1, kurse ushtria serbe la 23 të vrarë. Betejë e Kosharës është një ndër betejat më të mëdha të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ushtrisë së Jugosllavisë. Palët në këtë betejë kanë qenë të pabarabarta, por UÇK ka pasur përparësi strategjike, pasi që betejë është zhvilluar në kufirin me Shqipërinë administrative. Furnizimi ka qenë në nivel, e gjithashtu edhe morali i luftëtarëve ka qenë i lartë. Ushtria jugoslave ka qenë ndihmuar dhe nga mercenarët e vullnetarët rusë e slavë të tjerë. Triumfi i luftëtarëve nga mbartrojet e Kosovës, të bashkuar në brigadën 138, në krye të së cilës ishte komandanti Agim Ramadani, bëri që të shembët muri gati 100 vjeçar i vënë në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Prandaj ish luftëtarët e kësaj betejë, luftën kundër forcave ushtarake policore serbe në Kosharë, e konsiderojnë si një betejë historike të luftës së UÇK-s. Klikoni në agjencinë e lajmeve www.opoja.net.